Misioni im është gjithmonë ka qenë me mbajt gjallë historinë, por me mbajt gjallë historinë po flas për Shqipërinë e sotshme, por me ngrit pak revoltën edhe me zgjuar shqiptarët jashtë trojeve shqiptare, ka qenë edhe një pikë synimi. A ka patur një moment vështirë gjatë realizimit të këtyre punëve, se janë me të vërtet masive, diçka e cilën ti do ta ndash me ne? Mund të ketë qenë një incident, mund të ketë qenë një problem teknik, mund të ketë qenë një gjë që ty për një moment ta ka bërë të vështirë realizimin e asaj pune. Pikërisht, kjo ka qenë sfida më e madhe. Mund kisha zgjedhur një profil tjetër më të lehtë, por historikisht që momentet e para që kam dalë në rrugët, kam pas përplasje. Përplasje kam pas më saktë nga policia e shtetit shqiptar, kam pas përplasje nga ekstremistë që dita ditës po shtohen, dhe këtu e shoh si një reagim që po jep rezultat dhe kuptohet fare mirë që çka kam bërë deri më sot ka qenë komplet e vërtetë e kombit shqiptar.